pse e konsideron historinë e aeroportit të Vlorës një nga rastet më të rëndësishme dhe më sfiduese që ke raportuar? Shkrimi që ne kemi raportuar në mos gaboj në 2021, më pas u shënua dhe me një fushat të tërë dhe unë jam shumë e lumtur që të themi Eko Albania ndërmori iniciativat të plota ose të mira advokaci dhe arriti të sensibilizoj dhe opinionin ndërkombëtar. Dhe jemi edhe aktualisht edhe të hapja një procesi hetimor nga prokuroria e posaçme. Jam e lumtur të themi përveç faktit që ne shpjeguam në histori dhe vërtetuam si erdhi kjo vendimarrje, por jam e lumtur që shkruajtëm sepse ishte dhe sfida që ishte të themi është që unë duhet i provoja të editorit tim që zona me të cilën u hoq nga zona e nartës ku zhvillohet aeroporti aktualisht, u hoq nga harta e zonave të mbrojtura, ishte tmerrsisht sfiduese që unë të prej se po flasim pikërisht për të njëjtën zonë, sepse mungonte hartëzimi, mungonte pikëzimi.